Hoxh, agjëroj, falem, jap sadak, por po ndihem larg Allahut. Çka të bëj? Fillimisht elhamdulillah që po I kryjm këto adhurime. Kjo është e mirë. Thjesht ripërtrinjen jetën mes teje dhe Allahut. Pastaj her pas here të gjithë e kemi këtë ndjesi, subhanallah. Përderisa e bën gajle ti, e bëjmë gajle na, përderisa nuk hekim dorë, përderisa insistojmë në përmirësim. Po ashtu, përderisa nuk e nalim namazin, sadakën, agjërimin, duat, leximin rreth fesë, kjo është e mirë. Ulemat e moqëm kanë përmenë se dhe ata kanë pas problemet të tilla, por dallimi mes atyne dhe neve është se ata kanë insistu edhe nuk janë dorëzu derisa e kanë të I kalu këtë sprovë. Është shumë e vërtet që kjo sprovë I paraqitet besimtarve një kohë të caktuar edhe përmes saj Allahu xhalla shanuhu praktikisht e vërteton të sinqertët nga ata të cilët nuk kanë sinqeritet dhe vazhdimsi. Vazhdo derisa ta mundesh ti atë lakmin tane, epshin, syfatsin, mendjematsin, etj. Zoti nuk let keq, ndoshta veç është duke testu, kale provimin. Zoti të bekoft.